Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni mes ditës këtu në Top Channel. Shohim bashkë titujt kryesor në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti këtu në Tiranë. Nisi sot procesi i rinumërimit të 2323 kutive të votimit të Tiranës, Durrësit, Fierit dhe disa nga kutitë e qarkut e Elbasanit. Në Peqin edhe Gramsh do të bëhet hetimi nëse ka tren bullgar. I gjithë procesi transmetohet live në YouTube. Kreu i SPAK Altin Dumani propozoi homologëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor hetime të përbashkëta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kreu i misionit të BE-s në Tiranë tha në takimin e prokurorëve se duhet të gjurmohen dhe kapen paratë e krimit dhe korrupsionit. Akademia Politike e Partisë Socialiste nis më 19 qershor trajnimin e deputetëve të rinj socialist. Janë 39 prej tyre që do të marrin leksione nga deputetët më të vjetër, edhe vetë kryeministri Rama do t'jap leksione. Nisi sot procesi i gjatë i rinumërimit të votave në 2323 kuti votimi në disa qarqe. Në Pallatin e Sportit Faria Hoti këtu në Tiranë ndodhet kolegja jon Elda Menga, e cila po ndjek këtë proces. Elda, ti ke mundur të shohësh kutitë e para, a ka shenja të trenit bullgar në kutitë e Gramshit dhe Peqinit, të cilat janë numëruar deri tani? Genta, të përshëndes, në fakt është ende herë të thuhet pasi janë ende në proces kutitë e para, ndërkohë që është mbyllur procesi i rivlerësimit vetëm për një kuti, ku vëzhguesit e Partisë Demokratike kanë konstatuar se mungojnë 2 fletë votimi. Ndërkohë, procesi është shoqëruar me debate dhe tension për shkak se kandidati fitues Blendi Himçi ka konstatuar të paktën në një qendër votimi, ishte kutia e parë, mund të them ndër të para që është hapur, që edhe pse mungonin vulat në 2 fletë votimi, ato 2 vota ishin konsideruar si të vlefshme për Partinë Socialiste, duke kërkuar që në fakt të bëhet një rivlerësim i tyre duke u shënuar në proces verbal të ri si fletë votimi të pavlefshme, pra jo që i përkisnin Partisë Socialiste. Ka pasur një debat me antarë të Komisionit të Kasit, ndërkohë dhe një sqarim prej antarit të zgjedhur nga Partia Demokratike Elvis Çefa, i cili ka sqaruar se për momentin të paktën për 94 kutitë e qarkut të Elbasanit që i përkasin bashkisë Gramshit dhe Peqinit, po bëhet vetëm rivlerësim, pra jo rinumërim, që do thotë që do të kemi që në 24 tavolinat e numërimit do kemi vetëm një kthim të fletës dhe do konstatohet me sy nëse përket numri fletëve të votimit me proces verbalet, ndërkohë sa i takon rasteve të dyshimta, grupet e numërimit janë porositur për t'i shënuar në proces verbal dhe më pas vendimarrja finale do të jetë e antarëve të Kasit, të cilët prej orëve të para të mëngjesit, kur ka filluar ky proces, ndodhen në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti për çdo parregullsi që konstatojnë edhe vëzhguesit e Partisë Demokratike për të qetësuar edhe ata për një proces mund të themi të dytë të rivlerësimit të votave në qarkun e Elbasanit. Dhe kur nisë rinumërimi i votave për qarqet e mëdha, Tiranë, Fierin, Durrësin? Do kemi Genta njerë rivlerësimin e 94 kutive të qarkut të Elbasanit për të vijuar më pas me qarkun e Tiranës, qarku me numrin më të madh të kutive, pasi janë 1282 qendra votimi, të cilët këtu do kemi një proces rinumërimi, pra do lexohet vota si për partitë garuese e po ashtu edhe për kandidatët preferencial. Ndërkohë pasi të mbyllet qarku i Tiranës, do të vijojmë me procesin e rinumërimit në qarkun e Fier. Këtu do hapen 9 KZZ, janë 587 kuti, të cilët edhe këtu do vlerësohen si vota për kandidatët, ashtu edhe votat për Partinë Demokratike, për të mbyllur me procesin e rinumërimit në Durrës, ku në total janë 360 kuti që do të hapen brenda vendit, ndërkohë do të hapen dhe 85 kutit e diasporës. Për këtë qark, ku pretendimet janë për lëvizje brenda llojit, ashtu në të 3 qarqet në fakt, ku kandidatët preferencial pretendojnë që votat janë vjedhur apo trafikuar më saktë brenda llojit. Pikërisht qëndrojmë pak këtu, Elda, gjithë procesi në fakt po ndiqet nga shumë media, ndërkohë janë 24 kamera që po transmetojnë direkt në YouTube të gjithë procesin. Pothuajse gjithë procesi zgjedhori ishte i tillë. Sipas mendimit tënd, pse në Shqipëri rezultati i zgjedhjeve vonohet kaq shumë
apo po presim që kutit të dalin e të tregojnë vetë, ndërsa askush si beson askujt, as kundërshtarëve, as të vetëve, as kur numërojnë me sy hapur dhe kamera ndezur pra. E vërtet, Genta, në fakt procesi i rinumërimit, po ashtu edhe procesi i parë i numërimit është shoqëruar, mund të themi, me mungesë besimi nga ana e vetë partive garuese, ndërkohë që janë vetë ata të cilët i kanë syt jo vetëm në ekrane, por janë dhe vetë ata personat të cilët menaxhojnë këtë proces. E me sa duket, timbra e kilit e procesit të numërimit është gjithmonë administrata zgjedhore e cila nuk është depolitizuar ende për shkak të mungesës së konsensus mes partive të mëdha. Ndërkohë sot në fakt ky proces po menaxhohet nga stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për t'i dhënë edhe siguri partive garuese të cilat kanë kërkuar dhe hapjen e kutive në mënyrë që vota atyre po lexohet në mënyrë të drejtë. Është një proces që do zgjat shumë për shkak se janë, mund të themi, më pak se gjysma e kutive në të gjithë vendin, rreth 40% e kutive në të gjithë vendin që do të hapen për të kaluar në njësi të hollësishme të rinumërimit si për partitë garuese, ashtu dhe për kandidatët preferencial. Qartë, faleminderit pra Elda Menga, ti do të vjosh të qëndrosh aty dhe do të na informosh edhe në edicionet e tjera informative të radhës. Faleminderit. Ky është Top Channel. Kreu i SPAK Altin Dumani propozoi homologëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor hetime të përbashkëta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kreu i misionit të BE-s në Tiranë tha në takimin e prokurorëve se duhet të gjurmohen dhe kapen paratë e krimit dhe të korrupsionit. E ndjekim. Kryeprokurori i SPAK Altin Dumani sugjeroi hetime të përbashkëta financiare në rajon për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ky këndvështrimi Dumanit pohuar në takimin e forumit konsultativ të prokurorëve të përgjithshëm dhe special të Ballkanit Perëndimor, u mbështet edhe nga diplomati europian Gonzato. Ky forum është i nevojshëm për të kthyer vëmendjen tek 3 elementë shumë të rëndësishëm të bashkëpunimit ton rajonal, siç janë skuadrat e përbashkëta hetimore dhe operacionet ndërkufitare, hetimet financiare dhe rekuperimi i aseteve, komunikimi i sigurt dhe ndarja e informacioneve inteligjente në kohë reale. Të nderuar kolegë, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është e gjatë, e vështirë dhe ndonjëherë edhe izoluar. Megjithatë, na duhet të pranojmë edhe ato sfida që vazhdojnë të jenë të pranishme. Turistnia politike mbi institucionet drejtësisë, kufizime në burime dhe po ashtu natyra zhvillimit krimit ndërkombëtar që kërkon vigjilencë dhe nisma konkrete për të forcuar kuadrin ligjor e institucional, si dhe burimet financiare e njerëzore. Krimi organizuar dhe korrupsioni gjenerojnë shumë pasuri. Këto para dhe pasuri duan gjurmuar, sekuestruar, konfiskuar dhe ripërdorur për qëllime të tjera ekonomike. Identifikimi të ardhurave nga krimi është thelbësor në Shqipëri. Presim me padurim miratimin e një ligji të rëndësishëm nga Parlamenti për një zyrë të rikuperimit të aseteve, që do të nxjisë dhe përmirësojë më tepër këtë veprimtari. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela renditi fushat ku bashkëveprojnë kriminalët e rajonit. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale, vazhdojnë të përbëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Ndërsa përpjekjet tona për të luftuar krimin tradicional janë në rrugë të mbarë, sfidat që lidhen me krimet në fushën kibernetike dhe përdorimi për herë më i madh i teknologjisë dhe i kriptomonedhave në veprimtaritë kriminale kërkojnë një përgjigje efikase. Në fjalën e tyre të dy drejtuesit e prokurisë shqiptare, ju treguan kolegëve se cila është formula efikase. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Ka nevojë për një koordinim më të mirë së pari të veprimeve mes të gjitha agjencive ligjzbatuese në rrafshin kombëtar, në mënyrë që të harmonizohen aktivitetet hetimore dhe ritmi i tyre në raport me vendet e tjera që do të bashkëpunohen. Në forumin e dytë të kryeprokurorëve të rajonit mbledhur në Tiranë, mesazhi tjetër i ambasadorit të Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, ishte ai për një bashkëpunim më të fortë mes prokurorive në rajon. Puna juaj si krye prokuror ndikon drejt për drejt në antarësimin e Bashkimit Evropian, shërbimet e pavarura të prokurorisë që mund të hetojnë e të ndjekin penalisht krimin
pa frikë e pa favore janë parakushte thelbësore për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjykata e posaçme caktoi datën 20 qershor si ditën kur do të shqyrtojë kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta, i cili kërkon ndryshim të masës së sigurisë nga arrest në burg në një tjetër më të butë. Në kërkesën e tij Meta paraqet disa argumente, mes tyre dhe faktin se është kryetari i partisë opozitare, se SPAK nuk e ka njoftuar për veprimet hetimore që ka kryer dhe se nuk ka kushte për ta mbajtur në qeli. Ish-presidenti kërkon heqjen e masës së sigurisë, e cila që prej muajit tetor kur u arrestua është përsëritur për të disatën herë. Ilir Meta përmes avokatit të tij sjell si shembull dhe precedentin Thoma Gëllçi, i cili fitoi përballë drejtësisë në gjykatën e Strasburgut për sa i përket mbajtjes në paraburgim gjatë kohës që ndërkohë SPAK po kërkonte prova kundër tij. Pas caktimit të trupës gjyqësore, gjykata e lartë ka përcaktuar datën e zhvillimit të seancës për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Gazetarja Anila Hoxha raporton se më 8 korrik në gjykatën e lartë do të mbahet seanca për Erion Veliajn dhe Elman Abulen, të cilët kërkojnë ndryshimin e masave të sigurimit. Seanca në dhomën e këshillimit do të nisë në orën 12. Gjyqtarët do të shqyrtojnë argumentet e mbrojtjes së Veliajt dhe Abules, si dhe argumentet e SPAK-ut kundër ndryshimit të masave të sigurimit. Akademia Politike e Partisë Socialiste nis më 19 qershor trajnimin e deputetëve të rinj socialistë. Janë 39 prej tyre që do të marrin leksione nga deputetët më të vjetër. Edhe vetë kryeministri Rama do të jap leksione për deputetët e rinj. Pasdita 19 qershorit do t'i gjej një pjesë të deputetëve të rinj të ulur në Akademinë Politike të Partisë Socialiste. Romina Kuko, bashkëdrejtuese e kësaj akademie, në intervistë për Top Channel jep detajet. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit është në pjesën ndërmuese të tij rinovuar. Kemi 54 deputetë të rinj në këtë grup parlamentar, nga të cilët në akademi do të trajnohen 39, ata që nuk kanë mbajtur pozicione të larta zyrtare apo poste ministrore. Është i rëndësishëm sepse ka shumë rëndësi që të kemi një grup konsistent, i cili njeh në radhë të parë pjesën institucionale të parlamentit, të funksionimit, të gjithçka çka ata do të angazhohen në jetën parlamentare. Kështu që besoj që është një nga kontributet e PS-s për t'i aftësuar ata përpara se të futen në sallën e parlamentit. Por çfarë vlerë të shtuar do të sjellë kjo akademi tek skuadra e re parlamentare e Partisë Socialiste? Besoj që vlera e parë ka të bëjë me eksperiencën që ata e marrin në dorë të parë nga senatorët e Partisë Socialiste, ata që kanë shumë eksperiencë në jetë parlamentare, nga lektorët, në të njëjtën kohë do të kenë një perspektivë shumë më të brendshme për sa i përket rolit të deputetit, jo vetëm si ai individi që del dhe flet vetëm në publik, por propozimin e ligjeve, marrëdhënie interinstitucionale, rëndësinë që kanë këto ligje për qytetarët dhe gjithçka tjetër. Gjatë 30 ditëve në akademi, deputetët e rinj do të ndjekin 5 module. Roli kushtetues i deputetit, marrëdhënia me lektoratin dhe etika e përfaqësimit është moduli i parë me lektorë Edi Ramën, Fatmir Xhafajn, Erjan Braçën dhe Niko Peleshin. Moduli i dytë i dedikohet arkitekturës së kuvendit dhe procesit legjislativ me lektor Etila Gjonajn, Klotilda Bushën dhe Toni Gogun. Marrëdhëniet ndërinstitucionale dhe ndërkombëtare janë përfshirë në modulin e tretë, ku shpjegime do të vinë nga Elisa Spiropali, Dea Pierdeni, Olta Xhaçka, ndërsa Taulan Balla, Endri Fuga dhe Eduard Shalci do t'i tregojnë deputetëve të rinj si të performojnë në komunikimin politik. Ai që cilësohet si moduli më i rëndësishëm Partia Socialiste dhe Vizioni 2030 do të sillet në Akademinë Politike për Emilve Ekonomit, Bledi Çuçit dhe Viskushit. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Do të lidhemi tani direkt me gazetaren ton Doriana Bezat, sepse Policia e Shtetit ka publikuar një paket masash për mbarvajtje në sezonit veror. Doriana, çfarë do të ndodh, ku konsiston kjo paket masash?
Përshëndetje Genta, me nisjen e sezonit turistik, i cili gjithnjë më tepër po bëhet më i populluar në Shqipëri, duke qenë se vendi ynë është kthyer në destinacione dhe policisë janë shtuar detyrat për të siguruar rendin dhe sigurinë në të gjithë vendin, po kryesisht në zonat bregdetare që janë edhe më të frekuentuara. Kështu, në ndryshim nga një vit më parë, ku gjithë policia e shtetit kaloi gjatë verës në shërbim 12 orarsh, kësi vjet ky shërbim do të jetë vetëm në zonat bregdetare dhe me më shumë fluks nga turistët, ku këtyre policive vendore do të vinë në ndihmë edhe punojës nga drejtoritë të tjera, të cilat do të zhvendosen përkohësisht në Bregdet për të dhënë ndihmën dhe asistencën e tyre në mbarvajtje të sezonit turistik dhe të sigurisë në këto vende. Ku një rol kryesor duhet ketë edhe siguria në Bregdete, në Liçene, po ashtu edhe në Lumej, të cilët janë destinacione turistike ku njësia ditare do të shikojë të gjithë sistemin e sigurisë të mjeteve që janë edhe atraksione për turistët, qoftë të jetskive, ashtu edhe të varkave, të cilat do të kontrollohen jo vetëm për dokumentacionin, por edhe për sigurinë e tyre të mos kalojnë në korridore të papërcaktuara që të shmangen tragjedi si ajo e Potamit të 2 viteve më përpara. Nga ana tjetër do të kemi një lehtësim të qarkullimit të gjithë personave në zonat kufitare, qoftë ato toksore ashtu edhe detare. Nga ana tjetër, një vëmendje shtuar do të shtohet edhe sigurisë në akse të ndryshme rrugore, ku do të ketë edhe kufizime për mjetet të rënda dhe të transportit të mallrave në ditët e fundjavës, po ashtu edhe në ditët e festave zyrtare, që të ketë një kalim më të lehtë. Nga ana tjetër, policia do të ketë monitorime të shtuara me dron, po ashtu edhe me pajisje të tjera të teknologjisë për të shmangur aksidentet. Nga ana tjetër, do të ketë një zbatim i orarit të ndalimit të muzikës, kjo pas orës 12 të mesnatës, ku do të ketë një ndalim të muzikës në sidomos zonat bregdetare për mos shqetësim të personave të tjerë të cilët zgjedhin të pushojnë jo vetëm në bregun e detit, por edhe në zonat të tjera që janë atraksion të turistëve. Nga ana tjetër do të kemi një mbrojtje të mjedisit dhe të zonave turistike, ku policia do të ketë një monitorim për krimet mjedisore që do të mos ndodhin e gjithë ajo që tashmë është kthyer në atraksion të mos dëmtohet qoftë nga qytetarët ashtu edhe nga turistët. Mirë, Doriana, shpresojmë që masat të rezultojnë sa më efikase. Të falenderoj për informacionet e fundit. Në të gjitha shkollat e vendit po mbahet provimi maturës shtetërore, këtë herë për matematikën. Kemi në lidhje direkte Kristi Gongon. Kristi, cilat janë informacionet e fundit, si është aktualisht mbarvajtja e këtij provimi? Genda, të përshëndes me 7 ditë kohë nga njëri provim në tjetrin, rreth 27.000 maturant në të gjithë Shqipërinë po zhvillojnë testin e 3 të maturës shtetërore, atë të matematikës, në 145 qendra provimi, dhe ku provimi ka nisur në orën 10 të mëngjesit. Siç ka ndodhur edhe në testet e tjera, është bërë publikimi i tezës në rrjetet sociale në 38 minutat e para të provimit, dhe ndërkohë kemi pasur reagimin e Ministrisë së Arsimit që përsërit dhe vë theksin se në fakt publikimi dhe fotografimi i tezave të provimit të matematikës nuk cënon procesin e maturës shtetërore. Ndërsa provimi ka nisur në orën 10 të mëngjesit dhe do të zgjasë 2 orë 30 minuta, jemi në minutat e fundit të këtij testimi, teksa kanë zhvilluar provimin e para të gjuhës së huaj, më pas të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Sot është duke u zhvilluar provimi i matematikës dhe mbyllin më 24 qershor me provimin e lëndës me zgjedhje, ndërsa do të kemi edhe publikimin e rezultateve, teksa është bërë nga Qendra e Shërbimeve Arsimore momentalisht vetëm publikimi i rezultateve të gjuhës së huaj, ku rezulton se kemi 399 mbetës që kanë marrë pra notën 4, dhe ndërkohë janë 216 maturantë të cilët kanë rezultuar absolut duke marrë notën 10. Do duhet të pritet se si do të jenë rezultatet në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, më pas për të mësuar edhe se si ka ndalë ditën e sotme, ku do të kemi sigurisht edhe reagimin e nxënësve pas përfundimit të provimit, dhe më tej do të jetë edhe provimi i lëndës me zgjidhje më datë 24 qershor, ku pritet që gjithë procesi dhe korrigjimi i testeve të përfundojë në fund të qershorit, në mënyrë që në fillim të korrikut kush maturant dëshiron
kërkon të marrë rivlerësimin e tezës, të kërkoj fotokopjen se si ka dalë pra rezultati i provimit, e ka këtë mundësi në fillim të korrikut dhe në fakt do të bëhet me daljen e rezultateve që duhet të përfundoj korrigjimi sipas Ministrisë së Arsimit në fund të qershorit. Faleminderit Kristi Gongo, le t'i urojmë suksese sot maturantëve në provimin e tyre të maturës për matematikën. Dhe në Durrës me njëherë na pret Vali Qërfyshi, e cila do të na flasë për problematikat e këtij provimi atje. Vali, presim informacionet e tua edhe nga Durrësi. Përshëndetje Genta, unë ndodhem pranë gjimnazit në Infrashëri, siç mund të shihet, janë momentet e fundit, minutat e fundit para përfundimit të provimit të tretë të maturës shtetërore dhe në të 11 qendrat e testimit në territorin e Bashkisë së Durrësit, gjithçka po shkon normalisht pa probleme, të paktën deri në këto momente dhe nga informacioni që ne kemi pasur në qendra të ndryshme të testimit. Maturantët janë të përqendruar për të përfunduar, ndërkohë që deklarohet se teza është një tezë sfiduese, ka qenë një tezë sfiduese e nivelit mbi mesatarën, të paktën nga ata që e kanë parë tezën pak momente pasi ajo u publikua edhe në rrjetet sociale. Ndërkohë janë 500 punonjës të sistemit arsimor që janë angazhuar në të gjithë territorin e bashkisë për të mundësuar një proces pa probleme, ndërkohë që vetë maturantët pas këtij provimi të vështirë do të përballën edhe me provimin e lëndës me zgjedhje, i cili do të jetë një javë më pas, ndërkohë që në përfundim të gjithë këtij procesi i pret një periudhë tjetër akoma dhe më sfiduese, zgjedhja e studimeve apo një pune të re. Gjithçka pritet të vijojë, por deri atëherë ka kohë dhe ne urojmë të gjithë maturantëve suksese. I bashkohemi këtij urimi, faleminderit Vali për informacionet e tua. I referohemi tani lajmeve nga bota dhe shkojmë menjëherë të shohim se çfarë po ndodh me luftën mes Izraelit dhe Iranit. Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë shefin e sapo zgjedhur të ushtrisë së Iranit. Ai ishte fshehur në një bazë sekrete. Në kundër përgjigje Irani ka lëshuar 20 raketa ndaj Izraelit. I ndjekim. Ushtria izraelite njoftoi se ka vrarë edhe shefin e ri të shtabit të forcave të armatosura iraniane, Ali Shadmani, të caktuar në këtë pozicion vetëm pak ditë më parë. Eliminimi i Shadmanit u bë përmes një sulmi ndaj një qendre komande në zemër të kryeqytetit të Iranit, Teheran. Në një deklaratë të publikuar në Telegram, IDF-ja shpjegoi se kreu sulmin pas informacioneve të sakta që ka marrë nga shërbimet e inteligjencës. Ali Shadmani i kaloi roli i shefit të shtabit dhe komandantit të emergjencave të forcave të armatosura iraniane pas vdekjes së paraardhësit të tij, Alam Ali Rashid, i cili u zgjesua në fillimin e operacionit ushtarak izraelit kundër Iranit. Vdekja e Shadmanit i shtohet një seri eliminime të udhëheqësve më të lartë ushtarak iranian dhe degradon zinxhirin komandues të forcave të armatosura të Iranit, nënvizohet në deklaratën e IDF-s. Ushtria e Shtetit Hebre pohoi po kështu se regjimi ajatollave ka lëshuar rreth 20 raketa balistike në valën e fundit të sulmeve kundër Izraelit. Gazeta Times of Israel, duke cituar burime mjekësore, raporton se aktualisht nuk ka të dhëna për të lënduar. Ndërkohë, sipas gazetarëve të AFP-s në vendngjarje, përveç Tel Avivit mëngjesin e sotëm janë dëgjuar shpërthime të fuqishme edhe në Jeruzalem. Izraeli ka shënjestruar disa objekte të programit bërthamor iranian, por nuk ka mundur deri tani të shkatrojë objektin për pasurimin e uraniumit në Fordow, i cili ndodhet thellë nën tokë dhe gjendet gati 200 kilometra në jug të Teheranit. Sipas ekspertëve ushtarak që kanë folur për mediat amerikane, për të eliminuar këtë objekt, Izraeli do t'i nevojitej një bombë amerikane që deporton bunkerët, e cila mund të transportohet vetëm nga bombarduesi amerikan B-2, që është i pajisur me teknologji për shmangjen e radarëve. Donald Trump u largua nga samiti i G7-s dhe në ikje ju përgjigje dhe ironisë presidentit të Francës, i cili tha se do të punonte për një armë pushim. Zoti Trump u shpreh se Macron s'ja ka iden dhe se është diçka shumë më e madhe se kaq. Me arsyetimin se kishte punë shumë të rëndësishme në Washington, Donald Trump u largua më herët nga samiti i G7-s.
Do të doja të qëndroja deri nesër, por të gjithë ju e kuptoni, gjëra të mëdha po ndodhin tani, gjëra shumë të mëdha, u shpreh ai, teksa takimi të cilin e braktisi zhvillohet nën hijen e luftës në lindjen e mesme. Pak përpara kësaj, Trumpi e quajti gabim përjashtimin e Rusisë nga grupi i vendeve më të industrializuara të botës dhe përmes platformës së tij Truth Social i bëri thirrje të gjithë banorëve të Teheranit të largohen nga kryeqyteti iranian. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth njoftoi njëkohësisht vendosjen e kapaciteteve ushtarake shtesë në rajon. Qëndrimi i Trumpit në samit ishte i prerë. Izraeli ka nevojë për SHBA-n, jo për G7-ën, dhe Irani nuk do të fitojë. Komenti i tij u pasua nga një paralajmërim i ashpër për Republikën Islamike. Iranianët duhet të negociojnë përpara se të jetë tepër vonë. Për Iranin do të ishte budallallëk të mos nënshkruante, deklaroi Trumpi. Largimi parakohshëm i presidentit amerikan e trazoi samitin. Shefi i Elizes Emmanuel Macron tha se Trumpi u largua për të punuar mbi një armpushim mes Izraelit dhe Iranit, por kreu i Shtëpisë së Bardhë e përgënjashtroi shpejt homologun francez. Ai nuk e ka fare idenë se pse jam duke shkuar në Washington, por sigurisht kjo nuk ka të bëjë me një armpushim, është shumë më tepër se kaq, u shpreh Donald Trump pa dhënë më tepër detaje. Ndërkaq presidenti turk reagoi për luftën mes Izraelit dhe Iranit, duke thënë se Izraeli po bën gabim dhe po rrezikon ekzistencën e tij. Recep Tayyip Erdogan foli me tone të ashpra kundër Izraelit, të cilin e akuzoi për agresion të vazhdueshëm në rajon dhe për faktin se ka dështuar, sipas presidentit turk, që të kuptojë pasojat afatgjata të lëvizjeve të tij. Erdogan u shpreh se mbështetja e pakufizuar që Izraeli merr nga perëndimi, po e shtyn atë të veprojë pa ndjeshmëri ndaj realitetit gjeopolitik dhe historik të rajonit. Bölücü örgütün kendini fesih Me përkrajën e pakufishme të perëndimit, po sulmon Iranin, po shkatërron Gazën dhe po ushtron presion mbi çdo vend në rajon, ai nuk është i vetëdijshëm për pasojat e veprimeve të tij. Erdogan paralajmëroi se Izraeli mund ta kuptojë gabimin e tij, vetëm kur të jetë tepër vonë. Asnjë vend në këtë rajon nuk është i izoluar nga të tjerët, kujtoi kreu i shtetit turk, duke cituar këtu lidhjet e thella historike dhe kulturore. Çdo sulm ndaj palestinezëve apo Iranit nuk është një çështje që prek vetëm popullsinë lokale, por ka një ndikim të gjerë në të gjithë rajonin dhe shkakton pasoja afatmesme dhe afatgjata për të gjitha shoqëritë, kështu që sulmi ndaj territoreve iraniane nuk është vetëm një çështje që prek shtetin iranian. Për presidentin turk, çdo hap i ndërmarrë në rajon pa vlerësuar realitetet historike dhe shoqërore, sjell fatkeqësi të reja, të cilat zakonisht përfundojnë me zhdukjen e shtypësve. Izraeli po rrezikon ekzistencën e tij dhe të ardhmen e shoqërisë së vet me çdo akt shtypjeje që kryen, me gjakun që derdh dhe me çdo krim kundër njerëzimit që kryen, theksoi lideri turk. Dje në kanalet e digital keni pasur mundësinë të ndiqni ndeshjet e radhës botërore të klubeve. Chelsea ka marrë 3 pikët e para, ndërsa Benfica dhe Boca Juniors kanë dhuruar spektakël me 4 gola. Dhe ishte gjithçka për edicionin e mesditës në Top Channel. Ju falenderoj që na ndoqët. Vjon më pas Shqipëria Live me Sidorela Gjonin. Bashkë mirupafshim.